Debati me Selina dhe Miri përshkallëzohet shumë dhe krijon një atmosferë të rënduar brenda shtëpisë. Gjithçka nis nga një diskutim i tensionuar mes tyre, ku Selina shprehet hapur e acaruar me sjelljen e Mirit dhe mënyrën se si ai sillet ndaj saj kohët e fundit. Selina, me tone shumë të forta, i drejtohet Mirit duke i thënë se ai ka nevojë për psikolog, pasi sipas saj sjellja e tij është e çuditshme dhe e papranueshme. Ajo shprehet se nuk ndihet rehat me faktin që Miri, sipas saj, po i shkon vazhdimisht nga pas dhe po përpiqet të jetë pranë saj edhe kur ajo nuk e dëshiron këtë gjë. Kjo situatë e bën atë të ndihet e shqetësuar dhe e nervozuar. Ajo vazhdon të shpjegojë se i ka dhënë shumë herë sinjale të qarta se dëshiron distancë, por sipas saj Miri nuk po e kupton ose po zgjedh ta injorojë qëllimisht këtë gjë. Selina shprehet se çdo person duhet të kuptojë kufijtë dhe respektin ndaj hapësirës personale të tjetrit, duke theksuar se për të kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, Miri përpiqet të mbrojë veten dhe të justifikojë veprimet e tij, duke thënë se nuk ka pasur asnjë qëllim të keq dhe se thjesht ka dashur të komunikojë dhe të sqarojë disa gjëra me të. Ai shprehet se ndjen se Selina po e keqinterpreton sjelljen e tij dhe se po e sulmon pa arsye. Kjo përgjigje e irriton edhe më shumë Selinën, e cila vazhdon me akuza të forta duke thënë se nuk i pëlqen fakti që ai vazhdon ta ndjek nëpër ambiente të ndryshme të shtëpisë dhe përpiqet të hyjë në biseda me të edhe kur ajo nuk është e interesuar. Ajo thekson se kjo sjellje e bën të ndihet në presion dhe se nuk dëshiron të ketë asnjë afërsi me të. Debati bëhet gjithnjë më i ashpër, me tone të larta dhe akuza të ndërsjella. Banorët e tjerë fillojnë të mblidhen përreth për të parë se çfarë po ndodh, ndërsa disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur një përshkallëzim edhe më të madh të konfliktit. Selina vazhdon të shprehet se për të respekti është gjëja më e rëndësishme dhe se askush nuk duhet ta detyrojë të qëndrojë pranë dikujt nëse ajo nuk ndihet mirë. Ajo përsërit se nuk i pëlqen fakti që Miri po i shkon pas dhe se kjo gjë duhet të ndalet menjëherë. Miri, ndërkohë, duket i prekur nga akuzat dhe përpiqet të shpjegojë se nuk ka dashur ta shqetësojë, por vetëm të flasë me të dhe të qartësojë keqkuptimet mes tyre. Ai shprehet se nuk e kupton pse Selina po reagon kaq ashpër dhe se situata po zmadhohet më shumë se ç'duhet. Pavarësisht përpjekjeve për sqarim, tensioni mes tyre mbetet i lartë. Selina vazhdon të mbajë një qëndrim të fortë, duke thënë se nuk do të tolerojë më këtë sjellje dhe se pret që Miri të respektojë vendimin dhe distancën që ajo kërkon. Banorët e tjerë komentojnë situatën mes tyre, duke diskutuar për atë që ndodhi dhe për ndikimin që ky konflikt mund të ketë në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Disa mendojnë se situata është thjesht një keqkuptim që mund të zgjidhet me një bisedë të qetë, ndërsa të tjerë besojnë se marrëdhënia mes tyre është tashmë shumë e tensionuar. Pas debatit, atmosfera në shtëpi mbetet e rënduar dhe të dy vazhdojnë të qëndrojnë larg njëri tjetrit. Situata lë shumë pikpyetje për mënyrën se si do të zhvillohen marrëdhëniet mes tyre në vazhdim dhe nëse do të ketë një pajtim apo konfliktet do të vazhdojnë edhe më tej.